drejtësisë të Kosovës. Faleminderit Gjejnë, Mirvan Gjesi, zonja e Zotrin, nderuar zëvendës Ministri i Drejtësisë, zotin Nimoni Udhëheqës, i Këshillit Prokurorial të Kosovës, zoti Abazi, prej Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kolegë i Bankës Botërore, zonja e Zotrin. Mirë se erdhët në këtë prezantim të pyetësorit rajonal për drejtësinë, të cilën e ka financuar Bashkimi Evropian, është kryer nga Banka Botërore në bashkëpunim me Ipsos Kosova dhe Fokus pjesë projektit EU for Rule of Law, projektit të tillë, të cilën po e zbatojmë në për Ballkanin Perëndimor, Gjejnë, përse e skicoj pak a shumë se cila është rëndësia dhe vlera e sistemeve funksionale të sundimit të ligjit në përgjithë Ballkanit Perëndimor, gjithashtu edhe relevanca e kësaj ankete apo pyetësori, që është shumë e mirë që ky pyetësor e ka shqyrtuar, e ka shikuar të dhënat e bazuara në përvoja dhe në perceptime prej 3 grupeve kyçe pikë së pari nga qytetarët e biznesit, grupi i parë që janë shfrytëzuesit e shërbimeve të drejtësisë, e në anën tjetër të dhënat prej gjyqtarëve, prokurorëve, punëtorët e gjyqësorit dhe të tjerët që janë ofrues të këtyre shërbimeve dhe së treti avokatët të cilët punojnë në mes, që janë ndërmjetësuesit në mes tyre. Dhe jemi duke analizuar me kujdes të madh dhe informata që mbledhura prej këtij pyetësori, sepse kjo flet për nivelin e kënaqësisë, efikasitetin, barazinë dhe pavarësinë e gjyqësorit. Ne kjo na ndihmon që ta kuptojmë më mirë se si sistemi i drejtësisë funksionon praktikisht. Ka vlerë krahasimore të rëndësishme që e përmendi vlerën krahasimore rajonale për të parë se ku Kosova qëndron në kontekst të rajonit dhe vlera tjetër krahasimore që është shumë e rëndësishme për ne pasi që jemi duke angazhuar si Bashkim Evropian këtu që prej vitit 1999 që të krahasohet me të dhënat e pyetësorit të 2020 për të parë se si gjërat janë zhvilluar dhe përmirësuar. Dhe normalisht ky pyetësor është këtu gjithashtu që të ushqejë angazhimet tona, të informoj angazhimet tona të tjera. Komisioni Evropian e shfrytëzon i përdor këto inpute, këto informata, këto të dhëna për të matur progresin e reformës dhe që të informoj edhe angazhimin tonë të më të tjeshëm. Nuk po e përdorim vetëm këtë anketë, këtë pyetësor, por kemi edhe një numër tjerë, numër më të madh të instrumenteve të tjera, siç misionet e shqyrtimit të rasteve bazuar në vlerësimet të kolegëve, ku një prej këtyre është përfunduar në Kosovë së fundmi. Gjithashtu po pranojmë edhe raportime të mbikëqyrjes, të monitorimit të gjykimeve dhe në sidomos në rastet e korrupsionit të lartë, nivel të lartë dhe krimeve të organizuara. Dhe këto kryen nga EULEX-i, nga OSBE-ja dhe gjithashtu nga organizata e shoqërisë civile shpesh. Gjithashtu kemi Western Balkans Report Dashboard, të cilën e prodhon Komisioni Evropian që e vlerëson rezultatet e reformës të gjyqësorit në të rajonin. Kjo na e pasqyrë të pastër të mirë, ku çdo vit dhe shumë prej jush e dini këtë. Kjo më pastaj rrjedh futet në raportin vjetor për shtetin, për të gjitha shtetet që synojnë anëtarësimin përfshirë Kosova dhe sidomos në njërën anë vlerësimit e në anën tjetër rekomandimet për avokimin tonë dhe reformat e kërkuara prej palëve të ndryshme të interesit në sistemet e qëndrimit të ligjit, për shkak se për objektivat afërmesme të Kosovës që të fillojnë negociatat për anëtarësim, gjërat thelbësore, themeltare në këtë drejtim, si të përcaktuara nga metodologjia e Komisionit Evropian, janë saktësisht grupi 1, klasteri 1 që janë fundamentale, themelore, dhe kjo i mbulon kapitujt 23 dhe 24 dhe kjo drejt për drejt ka të bëjë me gjyqësorin dhe sundimin e ligjit. Kështu që duke falenderuar këtij pyetësori do të angazhojmë ndërmjetësuesit tonë kosovarë. Shumë prej tyre mund ta bëjmë këtë sepse këshillat i kemi prezente e çmojmë këtë. Institucionet ende nuk janë këtu, kështu që do të mirëpresim formimin e rrjedhshëm të institucioneve politike pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Ku shpresojmë që sot ky proces mund të udhëhiqet nga fryma e kompromisit në mënyrë që shumë shpejt Kosova edhe një herë të ketë institucione të cilat mund të përparojnë
reformat e domosdoshme në kontekst të procesit të integrimit në BAI. Që që më lejoni ta shpreh falënderimin tim për të gjitha ato që kanë marrë pjesë në pyetësor dhe gjithashtu ata që kanë kontribuar në diskutimet për të gjeturat preliminare paraprake, kështu që desha të falenderoj sidomos Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor, ato prokurorial, gjyqtarët, prokurorët, stafin e gjykatave, odrat e avokatëve dhe organizatat e shoqërisë civile. Dhe I dëshiroj të gjithëve këto diskutime produktive. I falenderoj shumë. Thank you so much. Falenderoj shumë, zonja Ballatova. Tani është nderin që taftoj zotin Gent Nimari, ushtrues detyre e Ministrisë së Drejtësisë për të ndarë perspektivën e qeverisë saj për këtë pyetësorit dhe rëndësinë e të njëjtit për sektorin e drejtësisë në Kosovës. Falenderoj shumë zonja Sfroster, Ushtrues e shefes së BE-s në Kosovë, zonja Ballatova, kryesues I Këshillit Prokurorial zoti Gashi, antar I Këshillit Gjyqësor zoti Abazi, përfaqësues nga Banka Botërore zoti Tekler, përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, institucioneve të tjera, partnerë ndërkombëtarë, shoqëri civile, media, gjithë të pranishëm, zonja dhe zotëri. Për mua është kënaqësi sot të marr pjesë dhe të përfaqësoj Ministrinë e Drejtësisë në këtë prezantim dhe diskutim për anketën rajonale për drejtësinë 2025 të realizuar në kuadër të projektit financuar nga Bashkimi Evropian dhe të implementuar nga Banka Botërore. Fillimisht dua të falenderoj Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen profesionale në avancimin e reformave në sektorin e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Kjo anketë është e rëndësishme për vendin tonë sepse pasionon gjendjen e sektorit të drejtësisë dhe perceptimin e qytetarëve, bizneseve, profesionistëve të drejtësisë dhe institucioneve të tjera bazuar në evidencë. Për ne si Ministri e Drejtësisë, ky raport natyrisht ka rëndësi të veçantë sepse na ndihmon jo vetëm të identifikojmë progresin e arritur, por edhe sfidat që kërkojnë veprime tjera tutje në kuptim të përmirësimit dhe avancimit në fushën e sundimit të ligjit. Gjetjet e kësaj ankete tregojnë se nga viti 2020 deri në vitin 2025 ka pasur zhvillime pozitive në disa dimensione kyçe të sistemit të drejtësisë në Kosovë, e cila do të thotë është mjaft inkurajuese. Është rëndësishme të shohim perceptimin e qytetarëve për kapacitetin e drejtësisë, veçanërisht qytetarët që kanë pasur përvojën drejt për drejt në institucionet gjyqësore. Një element veçanërisht rëndësishëm është fakti që kjo anketë paraqet një sinjal të qartë se ndikimi I reformave në drejtësi perceptohet si pozitiv dhe se një pjesë e konsiderueshme e palëve të interesit konsiderojnë se reformat janë duke ecur në drejtimin e duhur. Kjo për ne është inkurajuese për të vazhduar me përkushtimin tonë të palëkundur në rrugën drejt reformave. Siç edhe dihet, realisht në vitet e fundit, Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë hapa konkret dhe substancial në reformimin e sektorit të drejtësisë. Në veçanti kisha veçuar reforma tashmë të jetësuara siç është reforma në Këshillin Prokurorial, e cila po gjen zbatim të suksesshëm, por gjithashtu edhe reforma të tjera përfshirë pakon e ligjeve që ndërlidhet me deklaratën e përbashkët të zotimit dhe proceset të rëndësishme të konsolidimit të sundimit të ligjit. Do të thotë kemi punuar për forcimin e integritetit institucional, përmirësimin e qasjes në drejtësi, pastaj avancimin e digitalizimit, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe përfuqizimin e mekanizmave që garantojnë trajtim të barabartë për gjithë qytetarët. Natyrisht jemi të vetëdijshëm se mbetet ende shumë punë për të bërë. Raporti identifikon qartë disa sfida serioze që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme, siç janë kozgjatja e procedurave gjyqësore, pastaj nevoja për rritjen e efikasitetit në trajtimin e landëve, gjithashtu forcimi më tepër I besimit të bizneseve në sistemin e drejtësisë dhe rritja vetëdijshimit
për ndihmën juridike e falës. Po ashtu perceptimet lidhur me korrupsionin dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm në sistemin gjyqësor mbeten sfida që nuk mund të injorohen. Pikërisht për këto arsye, këto gjetje në raport mbeten jo vetëm si një reflektim i gjendjes aktuale, por edhe si rekomandime të rëndësishme të cilat duhet marrë parasysh në veprimet tona tutje. Megjithatë, është rëndësi të theksohet se progresi i Kosovës në sundimin e ligjit përnjihet gjithnjë e më shumë edhe në raportet ndërkombëtare. Përveç këtij raporti, edhe indekse dhe vlerësimet të tjera ndërkombëtare, përfshirë ato të World Justice Project, tregojnë se Republika e Kosovës po pozicionohet si një ndër vendet lidere në rajon sa i përket avancimit të sundimit të ligjit dhe reformave të ndërmarrura në drejtësi. Ky progres është si rezultat i përkushtimit tonë të palekundur, i bashkëpunimit ndërinstitucional, i mbështetjes së partnerëve tanë ndërkombëtar dhe bashkëpunimit dhe angazhimit të profesionistëve të drejtësisë, që çdo ditë punojnë për ndërtimin e një sistemi më të drejtë, më efikas dhe më të besueshëm për qytetarët tonë. Në fund dua të ritheksoj se Ministria e Drejtësisë mbetet plotësisht e përkushtuar për të vazhduar reformat, për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të ndërtuar institucione të drejtësisë që gëzojnë profesionalizëm dhe integritet dhe po ashtu rrisin tutje besimin e qytetarëve dhe përmbushin standardet më të mira qoftë vendore po ashtu ndërkombëtare. Faleminderit edhe një herë gjithëve për kontributin e juaj në veçanti Bankës Botërore, Bashkimit Evropian për mbështetjen, por dhe gjithë kontribuesve në këtë raport apo anketë që ka rëndësi shumë për Republikën tonë. Faleminderit. Thank you, Mr. Faleminderit. Tash do t'i kthehemi gjetjeve të vetë anketës. Andaj kam kënaqësinë të ftoj kolegën zotrin Klas Dekër, i cili është specialist i lartë i sektorit në Bankën Botërore dhe ai do të na prezantoj raportin, gjetjet e tij dhe një përmbledhje. Zotri Clark, ju lutem. Mirëmëngjes. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mysafir. Faleminderit shumë që na jeni bashkuar sot për këtë prezantim të rezultateve, të gjetjeve, të anketës, hulumtimit, të kryer në vitin 2025, siç tha kolegja ime, ky hulumtim, kjo anketë paraqet një vazhdimsi të një ankete të realizuar në vitin 2019-2020, prandaj një pjesë e madhe e saj është krahasim, është analizë krahasuese e anketës së atëhershme, pra të bërë në 2019-2020 dhe rezultatet e tashme. Janë disa gjëra që mund të realizohen në të ardhmen, pra që kanë të bëjnë me atë se çka mund të bëjë Kosova në krahasim me ekonomitë e shteteve të tjera të Ballkanit apo në krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit. Kjo është një hulumtim që do ta bëjmë së shpejti, jo tash, edhe pse e di se do t'ju interesante të shumtve, por sot do të shikojmë vetëm rezultatet e anketës për Kosovën, vetëm për Kosovën, pra pa krahasuar me shtetet e Ballkanit. Siç edhe u përmend nga parafolësit, anketa ka përfshirë dimensione të ndryshme të performancës së shërbimeve të drejtësisë në Kosovë. Efikasiteti, cilësia, pra kualiteti, pavarësia dhe të tjera. Më lejoni të filloj me efikasitetin. Për ata cilët, kush nuk është mësuar të shikoj dhe të analizoj grafikone, kemi rezultatet e këtu pra rezultatet e anketës së parë të bërë, ju thash janë bërë në vitin pra në anën e maj, ndërsa ato të 2025 në anën e djathtë. Ky është një lloj grafikoni, një lloj diagrami special, i cili tash vetëm s'po muj me pa këtë pikën e laserit, më kërkoj falje.
to read these spider diagrams, basically Këto grafikone, ose këto diagrame quhen diagramet e tipit Marimong. towards the outside. Mënyra se si analizohen këto është sa më jashtë, aq më i mirë është rezultati. Pra, sa më e madhe që është forma, për shembull për gjykatat, o për gjyqësorin, ose për prokurorin, për shërbimet e gjyqësorit, për shërbimet e gjykatave ose të prokurorisë, sa më jashtë, aq më i mirë është rezultati. Dhe prandaj krahasuar me vitin 2020, shohim se çka kërkon përmirësim, çka kërkon dhe për disa tjera mund të We see that the feedback from citizens informatat kthyese, opinionet, komentet nga qytetarët, nga prokurorët, nga të tjerët, palët e tjera kanë mbetur të njëjta. Bizneset në përgjithësi janë më kritikuese, e gjithashtu edhe avokatët edhe gjyqtarët, sa i përket shërbime të prokurorisë në këtë rast. Me lejen tuaj, do të kisha folur tash vetëm pak për rezultatet që kanë të bëjnë me bizneset. Anketa ka marrë shumë komente pozitive nga komuniteti i afares, nga komuniteti i bizneseve, në sa i përket drejtësisë. Pra, ka qenë shumë pozitive atë, ndërsa tani rezultatet janë më në përputhje me ato të qytetarëve, të popullatës së përgjithshme. Sa herë krahason rezultatet e bizneseve me qytetarët në përgjithësi, në mes viteve 2020 dhe 2025, tani më dalin më negative. Dhe prandaj kjo në mënyrë konsistente vlen gjithandej në çdo slide të prezantimit. Unë mendoj se kësaj radhe rezultatet sa i përket komunitetit të biznesit janë në përputhje më të madhe me qytetarët. Herën e kaluar janë dalluar shumë, kanë qenë shumë më pozitive ato të komunitetit biznesor, ndërsa tani janë shumë më ngjajshme me qytetarët dhe me opinionin e përgjithshëm. Shohim se komentet, informata kthyese nga qytetarët, prokurorët, gjyqtarët kanë mbetur e njëjti dhe shohim të njëjtën rënje, dhe shohim pra të njëjtën rënje nga bizneset, nuk po hym në atë se pse, njëherë vetëm po i prezantojmë rezultatet, interpretimin e këtyre rezultate do ta lëjmë për institucionet të shtetit që ta bëjnë, shoqërisë civile, mediave, Komisionit Evropian dhe gjithë ne, pasi që ti kemi në tavolinë gjitha rezultatet. when we just look at the Nëse shikojmë citizens on the efficiency of a range of different justice Nëse shikojmë aspektin e shërbimeve të ndryshme të drejtësisë, shohim në përgjithësi se ka shumë me ngjyrë të gjelbërt, apo jo? Këto janë rezultatet e anketës për vitin 2025, jo çdo gjë, nuk janë të gjithat perfekt, por rezultatet janë mjaft të mira. Nëse shikojmë pjesën e sipërme të slajdit, shohim zhvillimet nga viti 2020 dhe këtu shohim përmirësime gjithandej, feedbacku, komentet pra sa i përket shërbimeve administrative, shërbimeve të gjykatave kanë rënë për 1% gjë që është një rënje e vogël, një dallim shumë i vogël. Dhe prandaj tani do t'ju tregoj do t'i prezantoj rezultatet e komunitetit të biznesit dhe shikojmë një herë rezultatet e vitit 2025 në gjysmën e poshtme të slajdit, të ekranit, ato duken në përgjithësi ngjajshëm me komentet, me opinionet e qytetarëve, e popullatës së përgjithshme. Dhe rezultatet janë goxha të krahasueshme, pra në përputhje. Siç ju thash, nëse i krahasojmë diferencat mes vitit 2025 dhe ato të vitit 2020, shohim dalin në pa ato negativet, natyrisht, dhe siç thash, Bujar, Junal, mirë, u kthy.
u kthyve që nalë në There's a lot more to be said about it. Atëherë, sa i përket efikasitetit, këto rezultate tregojnë trendet e përgjithshme. Ju kur jeni ulur, e keni pas në tryez USB me raportin teknik në të, mbi 200 faqe të raportit teknik për prezantime të detajshme të gjithë spektit të shërbimeve. Pra me gjitha materialet e nevojshme. Shikojmë tash cilësinë. Jo befasishëm, rezultatet këtu janë një lloj pasqyre gati krejtësisht e rezultateve që pam lidhur me efikasitetin. Prandaj nuk ka ndonjë diferencë të konsiderueshme në rezultatet deri më tani mes asaj që pam tek efikasiteti dhe cilësia e punës dhe shërbimeve të gjykatave dhe të prokurorisë. Zhvillimet, pra, ecuria është pak a shumë e njëjta. E njëjta vlen edhe për numrat absolut në fund të ekranit këtu, në pjesën e poshtme të ekranit, dhe ndryshimet krahasuar me linjën bazë, pra të anketës në vitin 2020, në pjesën e sipërme të ekranit. Edhe si për bizneset, ashtu edhe për qytetarët, për popullatën e përgjithshme. I'm going to go a bit more into detail. Mund të hyj tash në pak më në detaje. Aspects related to quality that economy finds to be Tani, disa komente lidhur me cilësinë, questions about the selective enforcement of law. ka pas pyetje lidhur me selektivitetin e ligjeve dhe pyetje të tjera. Here is, Ajo që shohim këtu janë disa aspekte të ndryshme. we first look at the difference between the 20 Nëse shikojmë dallimet mes anketës së vitit 2020 dhe 2025, shohim se trendi është shumë pozitiv. Pra, në mesin e juristëve, pra gjyqtarëve dhe prokurorëve në veçanti, opinionet e tyre janë shumë më pozitive se sa herën e kaluar, se sa në anketën e parë, lidhur me mos implementimin e ligjit ose me selektivitetin e implementimit të ligjit. Ajo që është interesante është se avokatët janë më kritik, dalin më kritikues, si palë mes sistemit dhe shfrytëzuesve, pra përdoruesve të ligjit, dhe në krahasim me njerëzit që ofrojnë shërbimet e drejtësisë, pra gjyqtarët dhe prokurorët dalin më pozitiv në përgjithësi, se sa avokatët dhe se popullata e përgjithshme. Sa i përket interpretimit të përgjithshëm të ligjit dhe vendimeve gjyqësore, gjyqtarët shprehin skepticitet më të lartë, still as issues and more so than dhe shfaqin paraqesin probleme më shumë se sa kolegët e tyre prokurorët. Pra cekin se ka më shumë probleme se sa prokurorët. Prandaj sa i përket efikasitetit, cilësisë, po tani sa i përket qasshmërisë. Në shikim të parë, shohim shumë ngjyrë gjelbërt në slajde, apo jo? Pra, nga ana financiare, sa i përket qasjes financiare, fizike, qasshmërisë fizike, qasjes në informacion, situata nuk është perfekte, por edhe viti 2020, pra edhe rezultatet bazë të vitit 2020, edhe ato të vitit 2025, në përgjithësi janë shumë pozitive. Ka disa zhvillime, për shembull, it's interesting to see that businesses është interesante të shohim se bizneset, sapo thamë që bizneset kanë qenë më negative, kanë dalë më negative kësaj radhe, qasja financiare është më pak problem. Del si më pak
problematike. Avokatët kanë identifikuar qasshmërinë financiare si problem më shumë kësaj radhe se sa në të kaluarën, dhe gjithashtu edhe gjyqtarët dhe prokurorët. The physical accessibility Qasja fizike është parë si më pak pozitive kësaj radhe, pra më pak se sa herën e kaluar, prap shumë pozitive, shumë në numra absolut, vetëm se pak më pak se sa herën e kaluar. Pra ka pasur disa zhvillime, avokatët, për shembull, janë shprehur se qasja në informacion është më e vogël se sa që ka qenë. Si që thash, gjitha detajet lidhur me hulumtimin i keni në raportin teknik në USB-t dhe tash se cili mund të jepni, mund të shikoni ato dhe të nxjerrni interpretimet tuaja të ndryshme të bazuar në ato informata. Sa i përket pavarësisë, rezultatet gjithë prap edhe këtu janë interesante. Nëse bëjmë një krahasim mes 2020 dhe 2025, shohim se qytetarët shohin zhvillime pozitive, bizneset, siç thash, bizneset e shohin pra si rezultatin si më negativ, ndërsa që gjyqtarët dhe prokurorët në përgjithësi shohin zhvillime pozitive, ndërkohë që avokatët janë më kritikues. Por, nëse shikojmë në përgjithësi ato me ngjyrë të gjelbërt dhe ato me ngjyrë të kuqe në këtë slide, shumë më shumë ka gjelbërt se sa të kuqe. Dhe këtu është interesant pra se si del Kosova në raport, sepse shumë ngjyrë të gjelbërt tregon që domethënë është gjendja pozitive në raport. Ka probleme, cilat i dim, anketa tregon për atë se nivelin se sa janë të pranishme në sistem, ato pra sa nivelin e sa janë të pranishme ato në sistem, dhe para se të shikojmë temat e ndryshme, nuk është se s'ka probleme. Prandaj, këto shiritat janë të gjata, posaçërisht tek përdoruesit e shërbimeve dhe për gjithashtu dhe tek ana e ndërmjetësve, pra avokatëve në këtë rast, ndërsa që gjyqtarët dhe prokurorët kanë tendencë që të kenë mendim më pozitiv, edhe pse e din, janë të vetëdijshëm se ka probleme, megjithatë shprehin disponim më pozitiv lidhur me të, se sa shfrytëzuesit e shërbimeve të drejtësisë dhe ndërmjetësit. Dhe këto shiritat shohim se një numër i tyre janë zvogluar krahasuar me vitin 2020. Jo të gjithat, por shumica e tyre po. Po vazhdoj me listën tash këtu, dhe edhe modeli vazhdon i njëjti yrnek. Prandaj, në përgjithësi, një zhvillim pozitiv, por nuk është se mund të themi se s'ka probleme të identifikuara. Sa i përket korrupsionit në gjyqësor, perceptimet janë se janë në mesin e bizneseve, janë se pra janë të pranishme në sistemin gjyqësor, dhe ajo që shohim është se për qytetarët ka zhvillim pozitiv. Pra plus 9 nuk do të thotë se ka më shumë korrupsion, por ka perceptim pra më pak se sa herën e kaluar, dhe pra opinionet, feedbacku është pra del më pak i strukturuar se sa herën e kaluar në këtë aspekt, opinionet nga ana e avokatëve
databaza e të anketuarve ka qenë shumë e vogël për të mundur për të qenë në gjendje të nxjerrim interpretime të caktuara. Një aspekt tjetër i cilësisë, sa i përket trajtimit të barabartë të palëve. Edhe këtu anketa ka pështruar pyetje lidhur me problemet, cilat i dim se janë me rëndësi në këtë aspekt. Ajo që shohim këtu është se ndërkohë që këta shiritat për qytetarët, pra sa i përket qytetarëve janë mjaft të gjatë, tek përgjyqëtarët dhe prokurorët janë shumë më të shkurtë. Për shfrytëzuesit e shërbimeve e shohin probleme më shumë se sa ata që ofrojnë shërbime. Ndërkohë që avokatët janë disi në mes të tyre. Dhe këto rezultate, krahasuar me ato që i kemi parë më herët, janë më stabile. Ka përmirësime, por janë më stabile se sa që kemi parë në slajdin tjetër. The role of the media Roli i mediave normalisht është shumë i rëndësishëm kur flasim për perceptimin e shërbimeve të drejtësorit në Kosovë, ashtu si edhe në vendet e tjera. Dhe ajo çfarë kemi parë është një trend i cili ku besimi i qytetarëve tek mediat ka rënë me 12% pas vitet e fundit, por derisa besimi në sistemin gjyqësor brenda të njëjtës periudhe kohore është rritur me 6%. Kjo është mjaft e madhe sepse besimi është një prej gjërave më të vështira për të përmirësuar për cilin do sistem të drejtësisë. Kështu që kjo është mjaft, këto janë komente apo rezultate mjaft pozitive. Tash marrëdhënia në mes të institucioneve të drejtësisë dhe mediave është i përzierë. Dhe në njëjtën kohë gjithashtu është i rëndësishëm, por çka kemi parë është se ka perceptim të rritur tek prokurorët dhe gjyqtarët, por gjithashtu edhe tek avokatët se sistemi paraqitet, pasqyrohet më negativisht nga mediat se sa në të vërtetë që është në realitet. Për qytetarët, e dini është paksa më ndryshme. Vazhdojmë më të tjetër në shtektimin përpara, do të jetë rëndësishme që të punohet në këtë marrëdhënie. Disa komentat në lidhje me reformën në drejtësi dhe qëndrimit e njerëzve krahasuar në marrëdhënie me këtë. Kjo është një slajd përmbledhës që krahason apo që pyet palë të ndryshme të interesit në krahasim me 3 vite më parë sot ta vlerësonit efikasitetin, cilësinë dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor tani. Dhe çfarë kemi parë në përgjithësi është copëza të mëdha me të gjelbërt tek aktorët, palët e interesit institucional, avokatët në përgjithësi shohin përmirësime. Komuniteti i bizneseve, siç u shpjegova më parë, ka më pak rezultate pozitive se herën e kaluar, po kur i krahasojmë këto me rezultatet e qytetarëve e shihni që janë më të parafruara, domethënë ka pas shumë dallim më parë kur krahasohet perceptimi i bizneseve dhe i qytetarëve, përderisa tani kemi i njëjti është paksa më i parafort, por edhe pse komentet prej bizneseve ose po janë më pozitiv se sa ato që prej qytetarëve. Kjo është një slajd i rëndësishëm për politikë bërësit. Dhe shumë prej jush keni punuar në zbatimin e reformave në drejtësi që 10 vite e më shumë. Edhe kjo është perceptimi se mënyra se ka ndryshuar ky perceptim gjatë 5 viteve të fundit. Mendoj që në përgjithësi mund të ndjeni rehatshëm me faktin që ka shumë të gjelbërt paraqiten në këtë slajd gjithashtu.
various stakeholder groups report Grupet të ndryshme të palët e interesit raportojnë qëndrim më pozitiv të ndikimit të reformave në gjyqësorë gjatë viteve të fundit, me thonë tek qytetarët, gjyqtarët, prokurorit dhe stafit gjykatave për biznese vërse shpjegova. Çështjen, problemin, po avokatët gjithashtu janë kritik në këtë drejtim, kështu që do të jetë interesante ta zbulojmë pse. Pse është kështu? Tani kur shikojmë përpara, çka mendojnë palët e ndryshme të interesit se cilin drejtim e kanë reformat e tashme, janë duke shkuar në drejtimin e duhur, ka lajme të mira këtu atëherë, gjithashtu, kur shikohet vetëm dallimet në mes të viteve 2020 dhe 2025 rezultateve të këtyre, përmirësimet janë mjaft domethënëse, do të thotë për qytetarët janë rritur me 11% për të avokat me 25%. Kjo me të vërtetë është mjaft domethënëse, mjaft e rëndësishme. And again, you have a bit of a divide between E prapë këtu kemi një lloj ndasie mes njerëzve që punojnë në për institucione, ku numrat absolut të tyre demonstrojnë qëndrime më pozitive, por derisa nga ona e shfrytëzuesve qëndrimi është pozitiv, po mbetet më kritik se sa që perceptuohet nga ofruesit e veçanimeve. Do të thotë kjo është një pasqyrë shumë e vrasë, shumë e përgjithshme rezultateve të pyetësorit të kësaj radhe në krahasim me 2020-ën. Mos harroni që ta merrni edhe USB qelsat. Raporti teknik është aty, na ofron të gjitha detajet. Raporti dhe së shpejti do të përkthehet gjithashtu së shpejti edhe në gjuhën vendore. Dhe do të kemi mundësitë që të diskutojmë me shumë prej jush. Po, përtej vetëm rezultatave, do të diskutojmë edhe pse janë këto rezultate, do të jetë interesante të dëgjojmë se cili është kuptimi juaj në këtë drejtim. Desha të shfrytëzoj këtë mundësi të falenderoj sidomos autoritetet në Kosovë për bashkëpunimin e tyre në lidhje me këtë pyetësor, këtë anketim. Kuptojmë që gjithmonë kjo është punë shtesë. Dhe jemi shumë falenderues që keni vërë në dispozicion për gjatë të tërë kësaj pune. Keni shpenzuar orër të tëra në punë me ne, keni plotësuar pyetësorit edhe e vlerësojmë këtë deficit. Së fundmi, jo më pak rëndësi, desha të falenderoj dhe Komisionin Evropian dhe zyrën e BE-s këtu në Kosovë për bashkëpunimin shumë frytëdhënës, gjithmonë angazhues dhe normalisht gjithashtu edhe për financimin që na ka mundësuar ne ta kryejmë këtë punë. Ju falenderoj shumë. Thank you so much, Klaus, for that presentation. To kick off our discussion and help connect the Që të ndihmojmë në të lidhjem të zitrat e pyetësorit vojat praktike, kënaqësi kanë që ta ftoj antarin e dalluar të komunitetit të drejtësisë të Kosovës të ndajnë reflekimet e tyre, pasurimet e tyre për anketën zotin Arjan Hashi, pikësis55 ftoj që udhëheqësin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Prostër për fjalën dhe mundësinë, të ndëruar panelist, të ndëruar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të ndëruar kolegë, prokurorë, gjyqtar, avokat, të ndëruar partner, media dhe të pranishëm. Është kënaqësi për mua që sot jam pjesë e kësaj konference për lancimin e anketës për drejtësinë 2025 për Kosovën, një raport shumë i rëndësishëm që na ofron një pasqyrë të qartë mbi perceptimin, përvojat dhe pritjet ndaj sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Fillimisht dua të falenderoj Bankën Botërore, zyrën e BE-s dhe ekipin realizues për këtë punë serioze dhe kaq shumë profesionale. Raportet të tilla janë të vlefshme sepse na ndihmojnë të shohim jo vetëm progresin që është bërë, por edhe sfidat që ende mbeten para nesh. Një falënderim i veçantë dua të shpreh edhe për prokurorët tanë, të cilët pa hezitim janë angazhuar dhe kanë kontribuar në këtë proces, duke marrë pjesë në anketim dhe duke dhënë opinionet e tyre profesionale. Ne si institucion kemi inkuadruar pjesëmarrjen e tyre sepse besojmë
që vetëm përmes transparencës dhe matjes së vazhdueshme të performancës mund të ndërtojmë institucione më të forta dhe më të besueshme. Të nderuar të pranishëm, raporti sjell disa gjetje inkurajuese, është pozitive të shihet se vetë prokurorët, qytetarët dhe profesionistë të tjerë të drejtësisë vazhdojnë të kenë besim se reformat në drejtësi po ecin në drejtimin e duhur dhe se ndikimi i reformave gjatë viteve të fundit perceptohet krejtësisht pozitiv. Gjithashtu, perceptimi për disa fenomene negative, përfshirë korrupsionin dhe ndërhyrjet, sipas shumë profesionistëve të drejtësisë, ka shënuar përmirësim krahasuar me vitet e paraprapme. Një prej mesazheve më të rëndësishme të këtij raporti është se perceptimi për eficiencën e sistemit të drejtësisë ka shënuar përmirësim në disa aspekte kyçe krahasuar me vitin 2020. Veçanërisht te qytetarët vërehet rritje e perceptimit pozitiv për eficiencën e gjykatave dhe prokurisë, sidomos tek ata që kanë pasur përvojë konkrete me institucionet e drejtësisë gjatë këtyre viteve të fundit. Kjo është e rëndësishme sepse tregon se kontaktet reale me sistemin po prodhojnë perceptime më pozitive se sa në të kaluarën. Në praktik, kjo nënkupton se qytetarët po shohin më shumë përkushtim institucional, procedura më funksionale dhe rezultate më konkrete në trajtimin e rasteve. Po ashtu është rëndësishme që raporti tregon se besimi në sistemin gjyqësor është përmirësuar, gjë që tregon se qytetarët gradualisht po njohin më shumë punën dhe rezultatet e institucioneve të drejtësisë. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm se raporti sjell edhe mesazhe që duhet i marrim seriozisht. Një nga çështjet kryesore mbetet ngarkesa e lartë e prokurorëve me lëndë. Vetë prokurorët në intervistat e tyre kanë theksuar se numri i lëndëve vazhdon të jetë mbi nivelin optimal dhe se nevojitet rritje e numrit të prokurorëve dhe hetuesve për të garantuar trajtim më efikas të rasteve. Kjo është një çështje reale dhe e përditshme për sistemin prokurorial që paraqet një sfidë strukturore që ndërlidhet me buxhetin dhe ndikon drejt për së drejti në efikasitetin e sistemit prokurorial. Kohët e fundit, siç e dini, siç e kam theksuar në disa prononcime të mia, është rritur numri i gjyqtarëve, ndërsa numri i prokurorëve nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm, duke krijuar një disproporcion të dukshëm ndërmjet këtyre dy komponenteve kyç të sistemit të drejtësisë. Ky mosbalancim po reflekton në praktik përmes shtimit të numrit të rasteve dhe dështimit të seancave gjyqësore, pikërisht për shkak të pamundësisë së përfaqësimit nga ana e prokurorëve, gjë që ndikon negativisht edhe në efikasitetin e procedurave dhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Në shumë raste, kjo situatë po rezulton po ashtu edhe në ngarkesë të tepërt të prokurorëve me përfaqësim në numër shumë të madh të seancave për të evituar dështimin e tyre, gjë që po ndikon rrjedhimisht në zvoglimin e kohës së prokurorëve për t'i dedikuar pra hetimeve cilësore. Nuk mund të presim rezultate më të shpejta, hetime më komplekse dhe luftë më efektive kundër kriminalitetit pa investime konkrete në kapacitetet njerëzore dhe profesionale. Raporti gjithashtu tregon se perceptimet e qytetarëve dhe bizneseve për pavarësinë dhe eficiencën e sistemit mbeten të ndara dhe në disa raste skeptike. Kjo duhet të na motivojë që të komunikojmë më shumë me publikun, të jemi më transparent dhe më të hapur dhe më llogaridhënës. Ne duhet ta kuptojmë se drejtësia nuk matet vetëm me statistika apo numra të akuzash, drejtësia matet me besimin e qytetarëve në institucione që pra të veprojnë pa dallim, pa ndikim dhe në interes të ligjit. Po ashtu raporti evidenton se zgjatja e lëndëve dhe perceptimet për procedura selektive vazhdojnë të jenë ndër shqetësimet kryesore të publikut dhe profesionistëve, edhe pse me përmirësime të dukshme në krahasim me vitin 2020, pra ka progres. Këto janë sfida që kërkojnë jo vetëm reforma ligjore, por edhe koordinim më të madh institucional dhe modernizim të proceseve të punës. Të nderuar të pranishëm, unë besoj se ky raport duhet të shihet si një instrument për reflektim e jo si një dokument për vetkënaqësi apo për kritikë të njanshme. Është një mundësi për të kuptuar ku jemi dhe çfarë duhet të bëjmë më mirë. Institucionet e drejtësisë në Kosovë kanë bërë progres. Kjo është e pamohshme. Por po aq e vërtetë është se qytetarët presin më shumë efikasitet, më shumë integritet dhe më shumë besim në institucionet tona. Prandaj, përgjegjësia jonë është që këto të gjetura t'i shndrojmë në veprime konkrete në ditët në vijim. Ne si sistem prokurorial kemi punuar ngushtë me institucionet relevante
të sistemit të drejtësisë për finalizimin e pakos së ligjeve të deklaratës së përbashkët të zotimit, ku është paraparë fuqizimi i një sër aspektesh që rregullojnë sistemin prokuror dhe atë gjyqësor. Jemi angazhuar për ashtu në fuqizimin e kornizës në ligjore, avancimin e infrastrukturës së objekteve të sistemit prokuror, rekrutimin e stafit të domosdoshëm për përkrajën e punës së prokurorëve, ngritjen e transparencës dhe komunikimet me palët e interesit. Jemi duke punuar në avancimin e proceseve të vlerësimit të performancës dhe disiplinimit të prokurorëve në mënyrë që të ngritën përgjegjësitë dhe llogaridhënia në të gjitha nivelet e sistemit prokuror, duke avancuar kështu edhe mekanizmat llogaridhënës të kryeprokurorëve. Edhe përkundër sfidave, prokurorët tanë gjatë vitit 2025 kanë arritur që të zgjidhin 93% të lëndëve të pranuara, ku prej tyre tek lëndët e korrupsionit janë zgjidhur 75.82% të lëndëve të pranuara. Si përfundim, jemi të vetëdijshëm se mbetet ende shumë për të bërë, por dua të ritheksoj përkushtimin tonë institucional për bashkëpunimin të plotë dhe të gjithë partnerët tanë vendorë dhe ndërkombëtar në mënyrë që sistemi prokuror dhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi të vazhdojë të forcohen në shërbim të qytetarëve dhe sundimit të ligjit. Ju falenderoj. Thank you very much, Mr. Hashi. It is now... Faleminderit shumë zoti Hashi. Kënaqësia të ftojmë zotin Artan Abasi, antar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të ndajë reflektimet, pasqyrimet e tij për të zgjedhurat e anketës. Faleminderit zonjas Praser, të nderuar panelistë, të nderuar gjyqtar, prokuror, zyrtar të tjerë, përfaqësues të mediave, të shoqërisë civile dhe gjithë tjerë pranishëm. Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes në emër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ndaj kënaqësinë që së bashku me ju të diskutojmë sot të gjitha këto të gjetura të kësaj ankete. Njashtu falenderoj Bankën Botërore dhe Zyrën e BE-s për realizimin e kësaj ankete, nga se në bazë të këtyre anketave të tilla, ne si gjyqësor, konkretisht edhe si Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vihemi në pa, respektivisht i identifikojmë të metat tona dhe realisht marrim masa që çdo ditë më tepër ato të metat i përmirësojmë dhe që të jemi më efikas, më transparent dhe më të pavarur. Thënë të drejtën, nga analizimi i anketës kam vërejtur qartë që për dallim nga anketa e vitit 2020, kjo e vitit 2025, qartë tregon që sistemi gjyqësor ka përmirësime të dukshme dhe mjaft pozitive. Për si në aspektin e çastës së qytetarëve dhe të bizneseve në sistemin gjyqësor, konkretisht në gjykata, po ashtu në rritjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor, që është shumë e rëndësishme për ta theksuar, në rritjen e profesionalizmit dhe të efikasitetit. Po ashtu duhet sekur që në bazë të anketës kemi vërejtur si sistem gjyqësor që qytetarët, bizneset dhe gjithë aktorë tjerë, duke i përfshi avokatët, prokurorët dhe të tjerët që marrin pjesë çdo ditë më tepër në seanca gjyqësore, kanë përshtypje shumë më të mirë për sistemin gjyqësor, respektivisht për punën e gjykatave, duke përfshi punën profesionale të gjyqtarëve e po ashtu edhe atë administrative në për gjykatat tona. Po ashtu, Këshilli Gjyqësor i Kosovës e dini që çdo ditë më tepër merr masa që të jetë sa më efikas, duke hartuar strategji të ndryshme. Një ndër strategjitë që duhet teksuar është fakti që duke pas parasysh numrin e madh të lëndëve, e që këtu duhet sekur që pa fajin e gjyqësorit, përmes kontratave kolektive të lidhura nga organet tjera shtetërore, e duke mos i kryer fare obligimet e tyre siç përcaktohet me ligj ato organe, neve na mbetet bara për të gjykuar konkretisht nënkuptohet që qytetari ka derën e fundit për ta realizuar të drejtën e tij në gjykatë. Dhe duke pas parasysh që numri i lëndëve është rritur, Këshilli Gjyqësor i Kosovës merr masa dhe ka miratuar strategjinë për zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara, ashtu që ka vënë një kufizim kohor që përveç lëndëve të vjetra, edhe ato të rejat përmes kontratave kolektive të kryen në mënyrë sa më efikase. Çka ka ndërmarrë Këshilli Gjyqësor në këtë aspekt? Ka përcaktuar një strategji që një lëndë e vjetër, që disa vite në sistemin gjyqësor, duhet të kryhet brenda 2 viteve nga miratimi i strategjisë. Dhe nëse një lëndë e tillë i kalon 2 vite dhe gjyqtari konkret nuk ndërmerr masa, atëherë Këshilli Gjyqësor ka autorizimin dhe kompetencën që të merr masa ndaj gjyqtarëve që i neglizhojnë lëndët e vjetra. Ndërsa duke cekur
faktin që këto lëndë nga kontrata kolektive kanë ngarkuar sistemin gjyqësor, Këshilli Gjyqësor përmes kryetarëve të gjykatave dhe stafi tjetër administrativ ka krijuar grupe punuese duke i kryer këto lëndë në mënyrë sa më efikase dhe më efektive. Përveç kësaj, ju e dini që Këshilli Gjyqësor i Kosovës 5 vitet e fundit jashtëzakonisht është angazhuar dhe ka rekrutuar numër të madh të gjyqtarëve. Mund të themi lirisht që në sistemin gjyqësor janë 70% të gjyqtarëve të rinj dhe që kjo është shumë pozitive nga se konsiderojmë që do të jenë shumë efikas këta gjyqtarë që janë angazhuar. Natyrisht që Këshilli Gjyqësor i Kosovës do ta ketë në vëmendje që përsëri të ha konkurse për rekrutimin e gjyqtarëve në atë mënyrë që të jemi sa më efikas si sistem gjyqësor. Po ashtu ju e dini që sfundi është themeluar edhe gjykata administrative, që kjo konsideroj që jashtëzakonisht do të ndikojë pozitivisht në rritjen e efikasitetit të sistemit gjyqësor, sepse disa lëndë që kanë qenë që tani janë kompetencë e gjykatës administrative, kanë qenë kompetencë të gjykatave themelore dhe disa të gjykatës komerciale, ashtu që gjykatat themelore kanë qenë të ngarkuara me numër të madh të lëndëve dhe të natyrave të ndryshme. Tani kur gjykata administrative ka filluar të funksionojë, i ka marrë të lëndë nga gjykata themelore dhe disa nga gjykata administrative dhe konsiderojmë me të drejtë që shumë efikase do të jetë tani drejtësia për çështjet administrative dhe qytetarët do ta marrin të drejtën brenda një afati sa më të arsyeshëm kohor. Përveç këtyre anëve pozitive që shihen qartë që janë identifikuar edhe në anketë, natyrisht ne si sistem gjyqësor jemi të vetëdijshëm që kemi nevojë edhe për përmirësime të tjera në aspekte të ndryshme, por siç e ceku edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial, neve si sistem gjyqësor e kemi të pamundur që të rekrutojmë staf administrativ të nevojshëm për faktin se kemi mungesë të jashtëzakonshme të buxhetit. Ne si sistem gjyqësor, respektivisht si Këshill Gjyqësor, pra si kategori buxhetore, vetëm se kemi të drejtën të kërkojmë dhe të propozojmë buxhetin që na nevojitet, por është një organ tjetër, respektivisht institucion tjetër që cakton buxhetin për ne. Dhe asnjëherë deri më tani nuk është ndarë buxheti që neve na nevojitet, ashtu që ne të jemi efikas dhe të përmbushëm të gjitha ato pozita të lira që i kemi në sistemin tonë gjyqësor. Po të kishim mundësi që të rekrutonim gjyqtar të mjaftueshëm, staf tjetër administrativ të mjaftueshëm, natyrisht që anketat do të dilte shumë më tepër pozitive dhe të gjithë do të jenë edhe më të kënaqur. Tutje duhet të cekur këtu edhe faktin që ligji për gjykatat përcakton atje në nën që thotë një gjyqtar duhet ta ketë një bashkëpunëtor profesional. Ne si gjykata, respektivisht si Këshill Gjyqësor, nuk po mund ta realizojmë pikërisht për faktin që e theksova pak më lart. Pra në mungesë të buxhetit dhe pozitave të lira që ne nuk mund t'i krijojmë vetvetiu për arsye se ligji e përcakton një gjë të tillë. Tutje duhet theksuar faktin që gjatë analizimit të anketës kam vërejtur që është një ankesë paksa e bizneseve ku e kanë një përshtypje pak më dol të kënaqësisë në sistemin gjyqësor, mirë po konsideroj që arsyeja që është dalë kjo rezultat është për faktin se ne në sistemin gjyqësor kemi vetëm një gjykatë komerciale, e cila tani tutje respektivisht 5 vitet e fundit është marrë vetëm me gjykimin e çështjeve të biznesore, tatimore, doganore dhe të tjera, dhe kjo gjykatë meqense ka qenë funksionale për tërë territorin e Republikës së Kosovës, ka qenë ngarkuar me lëndë dhe kjo konsideroj që është arsyeja që disa prej bizneseve apo komuniteti bizneseve ka qenë i pakënaqur me efikasitetin e gjykatave. Por që konsideroj që tani disa lëndë kanë kaluar nga gjykata komerciale, siç janë ato çështjet e kontesteve tatimore dhe doganore, në gjykatën administrative dhe tani konsideroj që edhe bizneset do të jenë shumë të kënaqura me rezultatet e punës të gjykatave. Po ashtu kam vërejtur që edhe vetë gjyqtarët përveç të tjerëve kanë theksuar që në sistemin gjyqësor ka nevojë për staf shtesë, sepse gjyqtarët natyrisht primare kanë mbajtjen e seancave dhe nxjerrjen e aktgjykimeve, e jo të kryejnë ndonjë detyrë tjetër administrative, mirë po për faktin që kapaciteti ynë është ky, të cilën e elaborova si më lart, ne nuk po mund që t'u plotësojmë këtë nevojë gjyqtarëve tanë që ata të merren vetëm me punë profesionale e jo edhe me ato administrative që shpesh herë merren për faktin që vetëm ta nxjerrin vendimin dhe qytetarëve sa më shpart t'u japin drejtësinë e duart e tyre. Edhe një diçka që është shumë e rëndësishme e që ka rënë sy në anketën e hartuar
është që qytetarët që janë anketu dhe që kanë pas drejt për drejt përvojë me sistemin gjyqësor janë ndarë shumë të kënaqur me performancën, efikasitetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Ndërsa ka rënë sy gjatë leximit dhe me studimit të kësaj ankete, qytetarët e cilët nuk kanë pas fare përvojë me sistemin gjyqësor, ata kanë pasur kritika. Kjo konsideroj që duhet ta bëjmë këtë dallim të qartë në atë kuptimin që të mos merret referencë qytetari i cili nuk ka pas fare një përvojë, por është ndikuar nga aspekte tjera rrethanore apo objektive që ta përfitojë një përshtypje negative për sistemin gjyqësor dhe të merret si përmas shtetërore ose kombëtare dhe të krijohet një përshtypje jo e dur për sistemin gjyqësor apo për sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Këto ishin ato që i kemi evidentuar për këtë anketë. Natyrisht na presin prap anketat e tilla sepse konsiderojmë që neve na mban llogaridhënës si sistem gjyqësor dhe çdo ditë më tepër do të mundohemi që të përmirësohemi. Natyrisht nëse ka pyetje të cilat unë nuk kam mund t'i them ato që ju interesojnë juve, jam këtu për t'ju përgjigjur me kënaqësi. Thank you so much. Faleminderit shumë. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit për kontributet tuaja. Dhe tani kisha pas shef që ta hapim këtë pjesë. Tash për pyetje, përgjigje, komente, ime, opinione lidhur me ato që dëgjuam sot. Faleminderit, jam Rëzan Goshi, gazetar në Koha. I kam fakt 3 pyetje. E para është që e vrejta nga raporti një dallim të madh mes perceptimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve për punën e tyre me atë të qytetarëve, bizneseve dhe madje edhe avokatëve. Pra çysh e shpjegoni këtë, kisha dashur përgjigje prej përfaqësuesve të institucionit. Pra ne po synojmë reformën, por vetë personat që duhet ta mbajnë bisu për këtë reformë, mendojnë që po bëjnë një punë themi të mirë. Pyetja 2 që lidhet me të parën është që diku mbi 90% e gjyqtarëve mendojnë që puna në gjykata është kualitative, ndërsa 34% e tyre mendojnë që ka korrupsion në sistemin gjyqësor. A janë shqetësuese këto të dhëna, pra nuk e di shikon metodologjia, por ndoshta të njëjtë gjyqtar kanë thonë pra ka punë kualitative e gjithashtu ka edhe korrupsion. Edhe pyetja e tretë është për uljen e besimit të bizneseve në gjykata prej vitit 2020 në vitin 2025. E në ndërkohë është kriju gjykata komerciale, pra ka pas, që me thonë, rol të kundër që ka dashur me pas, faleminderit shumë. Mirë, atëherë po përgjigjem në pyetjen e parë, shkak se për pyetjen e dytë dhe tretën konsideroj se është më kompetent përgjigjet përfaqësuesi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sepse atje edhe u adresuar nëse kujtova saktë, eksakt. Faleminderit për pyetjen, por besoj se kjo është një çështje që shpesh edhe ne e diskutojmë, perceptimin raport me gjendjen reale që është. E tha pak më parë edhe përfaqësuesi i Këshillit Gjyqësor në prezantimin e tij që do të thotë ky perceptim që ekziston me këtë ulje, do të thënë me këtë nivel kaq të ulët tek besimi, në raport me atë që ekziston po dallon shumë. E tha që pikërisht ishin qytetarët që kjo ka dalë nga vetë rezultati i kësaj ankete, janë pikërisht ata qytetarë që kanë pas, do të thotë, punë me organet e drejtësisë, janë pikërisht ata që kanë ngritur nivelin e besimit, sepse kanë një besim shumë të lartë raport me ata që nuk kanë pas, pra fare të bëjnë me organet e drejtësisë, që kanë një shkallë shumë të ulët të besimit. Kjo tregon që ata që provojnë të kenë çfarë do rasti, qoftë në prokurori, qoftë në gjykatë, e shohin që nuk është ashtu sikur që mendojnë të tjerë që s'kan punë, bëjnë fare për as me gjykatën, as me prokurorin. Prandaj perceptimi natyrisht që gjithmonë ka dalluar në raport me gjendjen reale që është, sepse jam i sigurt se secili gjyqtar dhe secili prokuror e din këtë, që qytetarët që kanë pas të punë me organet e drejtësisë kanë një perceptim tjetër. Natyrisht është e pamundur në çdo shërbim që ofrohet nga një organ publik që ti tu ofrosh 100% të thotë
që ata të kënaqur, po ideja është gjithmonë kjo përqindje të rritet edhe ky besim. Pyetjen e dytë e tretë besoj që është më kompetent përfaqësuesi ka KGK. Faleminderit.